Ky emision sponsorizohet nga Bas Trade, Buçaj, Evergreen Valleys, iBus, Tab, Skardian, Viva Fresh Store, Go Plus. Me Ermal Sadikun nuk kemi razit fort në Rubicon sa ishim bashk. Aso kohë më dukej se mbronte qeverin Kurti, e cila ishte në bashkëqeverisje me subjektin e Vjosa Osmanit, me Guxan. Por me vonë, Ermali u bë ma radikal se unë. Hyri në LDK dhe nga aty nuk rresht se kritikuari Albin Kurtin vetë vendosen qeverisjen e tij të deri tashme, veçanërisht në fushën e zhvillimit ekonomik. Ermalin e kam studio dhe kam shumë kënaqësi që do të flas me ta. Mirë se erdhe. Mirë se zeta edhe. Jo pa qëllim e përmena këtë pjesë, sepse kemi pas përplasje normale në kuadër të diskutimit në Rubicon, sepse mu mdukej që kishe qasje goxha mbrojtëse në raport me politika qeverisë të Zotit Kurti. Por tash je kritik shumë i madh. A ka ndryshu qeverisja e Kurtit për keq, për të qenë ti kaq kritik, apo se tash i përket një subjekti politik dhe duhet ta kritikosh? Nështë një pjesë të neve që kemi pas pak shpresë ose besim, tash ndoshta tingëlloj naiv në këtë moshë, po kemi pas një farë dashnie me ndrru diçka prej pushteteve të kalume. Edhe gjithë ajo narrativ që është kriju për vitet e tona, edhe për juve medjave, për pushtetet e kalume, edhe prej opozitës asaj kohe, sidomos, të ne si kemi qenë qytetar, kemi punu punë profesionet e tona, doktor, inxhinier, ku dion kamarjer, dhe ka ndikua jemi mushë me vite. Unë një kohë kam jetu në Gjermani, jem shkollu atje, dhe kur erdha pi Gjermanisë, prita që po e gjej një Kosovë pak ma ndryshe, prita që dhone komo sistemu me ndihmu dika në këtë vend, kësha magjistru atje edhe mendoja që do gjindem këtu edhe shteti do ka kërkesë për mu, edhe ishte ajo koha 2010-2011, ku vërtetu pa ta frustru me qasje ndaj njerëzve të ri, po edhe ka ndiku të one, po thëmë, ka ndiku tregimi që është ndërtu që në Kosovë gjithçka po shkatrohet, që këtu nuk është mirë, po vjedhet, nepotizëm, korupcion. Edhe kur ka ardhë qeveria Kurti, unë e kom pas një farë shpresje, pranaj, unë e kom pas një farë shpresje të Bashkimi Kombëtar, se e kom kështu t'integru me familjarisht, pastaj e kom pas një farë shpresje të luftimit nepotizmit, se mendoj që nepotizmi është thelbësisht më i dëmshëm se korrupsioni, sepse instalimi i personave jo adekuat pastaj ndikon shumë ma keq në zhvillim të një ndërmarrje institucioni. Pastaj krejt këto gjana e kom pas një farë shpresje, s'muj me, nuk e di pse nuk e kom pas si populizëm, ndoshta kom qenë i papjekun politikisht. Edhe ma vonë gjatë kohës sa kom qenë preseng, jem mundu nashta edhe prej natit ka njerë edhe prej shpresë që mos po ndrën diçka, mos po zhvillohet diçka, pastaj kom kalu në Rubicon, edhe po ta tregoj një sekret që nashta zia kom tregu marrët, ndoshta s'është mirë me tregu, po është besoj interesant. Ne u ndajshim atje nëse të kujtohet, kanë qenë ma shumë nëna kritikus të pushtetit, edhe në anën tjetër unë kom qenë ma shumë si, po e them kështu mbrojtës të pushtetit. Edhe mas një kohë fillova me kalu ma shumë me ide, me kritik ka ona juve. Dhe njerë po më thirë Adriatiku, edhe më thotë Ermal, ideja është me pas një farë balancë këtu të mendimeve, që me qenë emisioni pak ma interaktive sene. Edhe i thash Adriatik, nuk po di ma qa me imbrojt, thash po më vjen shumë kes, thash largëm për emisionit, thash po do dërejë që nuk po ka ma qa me imbrojt. Të në që ajo konë momenti kër e kom pa dhe vetë, kër kom shumë shpe që veprimet e qeverisë... Tajnë të pambrojshëm. Pambrojshëm, edhe me dasht, edhe me pas një fari nati që i kem brojt kalumën e tash më zdel keq, edhe me qenë komplet naiv në ashta politikisht, prapë s'keshe që shumë imbrojt. E ku ishte ajo pika kritike që thujnë e kthesës? Sepse, natyrisht, ndërkoheshe me punën apo mos punën e qeverisë, ndërkoheshe me problemet që i ka secili në punë, në jetë, në biznes, veçanërisht në biznes, dhe ato mblidhen.
por megjithatë është një pikë më shumë e cila mundet me zbrazë. Mu personalisht më ka thënë në punën e Bashkimit Kombëtar dhe shqiptarisë në përgjithësi, sepse unë vërtet kum besu në këtë sen, unë vazhdoj me besu, tash jam LDK dhe vazhdoj me besu, unë vazhdoj me besu që një shqiptaria si koncept është një falloj ëmbrelle shumë e mirë për shqiptar, sepse i mbron shqiptar për dallimeve të religjioni, dallimeve klasore, për dallimeve regionale, edhe menoj që mos kultivimi i shqiptarisë është i dëmshëm për shqiptarët në përgjithësi. Unë besoj në këtë aspekt. Edhe kur e pash që ky komplet e ka pas fals që idenë e flamurit kombëtar dhe sa më pat thyj kështu me thonë. Po më shumë kisha me thonë që ka qenë grumbullim i gjanave. E pash që punësimet po bëhen komplet si kanë qenë. E pash që si kanë qenë edhe mazin fakt, të më thonë drejtorin e secilit institucion Kosovë të funduar. Ose i lejshin me ushtrues detyre ose me njerëz të partisë. Në fakt edhe fillun mos me urujt, sepse në të kaluamën vërtet ka pas kapje të institucioneve, po spaku e bëjsh në mënyrë pak më të mbulume, po them kështu. Këta fillun as mos me urujt më. Pastaj tenderat një burimore, ose me thonë çto projektet një burimore u tepru, pastaj arroganca aty në pushtet, mosdia. Edhe unë kështu në shpirt ose ideologjikisht jam i djathtë. Unë mendoj që tregu do të më qenë i lirë, do të më ndihmu ndërmarrësit, unë mendoj që ndërmarrësit dhe biznesmenat janë herot Kosovës mas luftës. Edhe do të më fuqizu qoftë edhe nëse politikat nuk janë populiste edhe mund me dëmtu elektoralisht, unë mendoj që ti për hatër të shtetit, se mbi ta pastaj ndërtën shtetin, ti duhesh me marr hapa që ata mi fuqizu. Plot gjana të tilla. Mendoj që përveç heqjes dorë nga ajo gënjeshtra e madhe e tij për Bashkim Kombëtar, kur erdhin pushtet ku e mësoj se në kushtetut nuk lejohet, asaj ishte në opozit, thoshte e marrim kufinin në Morin, e vendosim në Mërdar, kë nuk bën as pushime në Shqipëri. Pra pushimet i ka lënë në Greqi. Jo vetëm pushime, por është dëmtu edhe një farë lloj raporti që e patëm është pas ndërtu ndër vite sa më i fuqishëm, që fillon me bisedu kryeministri i Kosovës Shqipërisë në raport me bashkimin do të me tejkalu pak veten edhe egot edhe gjanat. Se është pak më e rëndësishme për mu shqiptaria se pozita jote edhe se pozita jote si kryeminist është tejkalueshme me kohë. Askush s'mundet me Është e përkohshme. Është e përkohshme. Edhe këtu e kom vrejt që edhe përpara liderët kanë pas probleme të tilla me egon e tyre, kishin probleme me Edi Ramën, edhe Ramushi ka pas probleme me Edi Ramën, edhe Hashtimi kishte një kohë. Pastaj vllazërum probleme, po ky më e ka ngrit në nivel ekstrem. Do të thonë, sot nuk kemi raporte, ndoshta as pak, nuk kemi organizime të ndryshme. Mund kisha pas qef me pas. Ndërsa kritikat e mia ndaj Ramës më mbledhjet e dy qeverive. Po mohon edhe janë shumë disa që mohon. Prej asaj që u anuluma nuk. Edhe disa që janë marrë kanë qenë shumë kështu për disa foto, për disa po kur fare efekti nuk kanë dhënë. Unë kam kritikat e mëdha ndaj Edi Ramës, se mos në çastin e tij në Kosovë, po megjithatë është kryeministri i Shqipërisë, duhet me tejkaluaj natët, se duhet me bisedu me ta. Se unë mendoj që një bisedim më i shpesht i liderëve të Kosovës me Shqipërinë e zvoglan këtë hendegun e mendimeve që i kena. Po, jo po jepni argumente, po përmendi rrethana, po përmendi ndryshime negative që ka pësu vetë zoti Kurti, po edhe Kosova që po dëmtohet për si pasojë e qeverisjes së tij. Ndërkohë, partia juaj po negocion me ta. Në fillim për hyrjen e bashkëqeverisje, tash për një president konsensual, por megjithatë ajo që po vërehet është që pavarësisht vendimit të LDK-s që mos me marr pjesë në qeverisje, po vërehet një lloj dëshire dy palëve për të qenë bashkë. Te ju e kon vërejt që jeni kundër kësaj. Dhe si e kon vërejt unë kundër kësaj? Keni pas një postim për kekun diçka. Edhe unë ju bëj një koment aty, tash kur jeni ju në qeveri e rregulloni. Dhe mi keni dhënë disa argumente që një parti, një subjekt i vogël, apo më i vogël se sa vendosje, nuk mundet me bën ndryshime edhe nëse hyn me Albin Kurti. Ne keni përmend aleancën në të kaluarën.
A qëndroni prapa që asaj ende se LDK-ja vetëm mundet me marë pushtet, por nuk mundet me bën ndryshim në bashkëqeverisje me Albin Kurti? Unë personalisht, sermal... Natyrisht, personalisht, mendoj që në pushtet me Albin Kurtin, ose me mënyrën se si ai i manipulon të vërtetën, populizmin si e përdor, demagogjin në popull, është shumë vështirë LDK-ja me urrit edhe nëse e në pushtet. Po, me gjithat kësaj, dhe më thonë kjo është video publike, po që se LDK-ja vendos që me hynë koalicionin e përkraj partin teme, sepse unë nuk hynë parti që me bo protagonizm aty. Kanë bo në LDK, plot njerëz protagonizm që me përfitu diçka për vete, që me dalë që une zdasht apo këta po dojnë. Unë ju këmë thonë, edhe privat kër këmë bisedu më ta, unë ju përkrahin nëse shumica vendosin, por mendimet e mija këmë ja udhanë. Këmë i të regu që nuk mujna me fitu në koalicion me ta, se mos tash, na du të me ndërtu një opozit, du të me ndërtu një opozit qarë, du të mi të regu popullit që qka është të ndodhë nuk është mirë, du të mi të regu gabime, du të mi të regu edhe qka mujna me bona ma mirë se kë. Sepse menaj që qa kena dështu në është, nuk kena dit me i të regu votusit, popullit, elektoratit, si buhet jeta ma e mirë atyne nëse na votojnë neve. Që tu kena, se kena dit që të regim me ndërtu. Për shembull, Albini për 20 vjet e ka ndërtu që të regim. Ka folë për stofar, qeveria nuk është për darsma, kjo është kështu, i ka ndërtu Dubrava 12 katë, teknikisht, këtë ka ndollë rena, po ai që kam ri me i tregu popullit se nëse e votojnë vetë vendosjen, që kjo ju pret. Nuk i ka dollë, as një fjallë, po tregimin e ka ndërtu. Na tash, nuk i na dit as tregimin, na i na halo, shumë apse na jam i sigur që dina me përmirësu jetën. Po tregimin se qyshje ja u përmirësu na jetën qytetarëve nuk e kena tregu. Nuk mundesh ti me i marë votat veç me një program. Nuk mundesh me marë veç me një Facebook, me postimet Facebooku. Dush me ndërtu një tregim, edhe pastaj dush me përmbajt. Albini e ka ndërtu tregimin e nuk ju ka përmbajt tregimit vetë. Na nuk e kemi ndërtu tregimin. Po mos është punë shumë e vështirë për një subjekt opozitar, edhe për LDK-n, si parti që nuk është populiste. Sepse si opozit, fillimisht duhet ta dekonstruktoni propagandën e Zotit Kurti, pastaj ta ndërtoni narrativen e juj për zhvillim. Pra janë dy betejat në të njëjtën kohë. Është më e vështirë dekonstruktimi i propagandës apo ndërtimi një ideje se... Dyjat janë tepër vështira, por mendoj që dyjat do të më ndodhë njëjtën kohë. Duhesh gjithë kohën me punu me tregimin tënd, kauzën tënde, vizionin tënd, mos më marrë shumë të kalumen, sepse në moment që merresh me të kalumen, unë kur kom hyrë LDK mu ka gjujt për mi barra e 20 e sa vjet jetë LDK-s. Do më thonë, vetëm gabimet unë i kam tash në shtëpinë të LDK, se ato sukseset që ka shumë LDK-ja gjatë vite, ato nuk më marrë përsipër, se mu më thojnë të s'ke qenë në çlirim, pavarësi, ndërtim të institucione, po këtë gabimet që jam bërë LDK-s më thojnë të LDK-je. Është interesant kur hyn politik të vjen edhe një barë historike bashkë me ta. Po, që i merr edhe të mirat edhe... Përbes veç këqijat i merr. Se të mirat nuk t'i dhojnë, ama jep mu dikush çlirimin, ose pavarësinë, ose aleancat që janë ndërtu gjatë kohës. S'kush s'mirë. S'mund me ta dhënë edhe këtë pjesën tjetër. Ma jo, interesant ta dhojnë. Si të hin parti politike ty të këqijat të qesin barë. Ta du të me kuptu se cili njerëz do me hin politik. Po kjo pak e frikshme, i frikson. E frikshme është, po le të din se unë se kom ditë, mu s'm ka thonë kërkush që keme e marë barën e të këqijave e asë një herë sukseseve. Sa po e kuptojnë, Zoti Sadiku, është që pavarësisht që a vendosë LDK-ja, pra për hyrjen në një bashkëqeverisje, ju nuk i delni kundër, por nuk pajtoheni. Ja, nuk i dal kundër, sepse unë kur bëj bisedë dhe mendoj partia do të me funksionu me kritikë të brendshme, me mendime të ndryshme, po në fund do të me gjetë një rrugë ku ecim përpara së bashku. Po, pikërisht. Edhe kjo është çështje konceptualizojnë partinë. Nuk e dia ka më funksionu, por unë mendoj që ideja është me diskutu brenda, me mos me u pajtu, me pas mendime ndryshme, edhe mendoj kjo është një vlerë e LDK-s që shumë pak njerëz e thojnë. Kjo ideja që thonë LDK ka shumë menime ndryshme, jo kuvendi, jo këshilli, jo mbledhje, unë mendoj që jo vlerë. Me një botë demokratike, normale, kjo është dashur me u pasi një parti me vlerë. Në Kosovë, këtu e vërejnë, po jo bërë ju s'merrni vesh me zveti, po është mirë që s'merremi vesh me zveti, sepse këtu po thuhet që njerëzit shkojnë atje dhe mendojnë, dhajnë, japin ide, japin diçka dhe në fund e gjejnë rrugë. Po çtu në fund me gjejnë rrugë, kjo është diçka që s'bën
me dalë për kësaj. Edhe mendoj që në kaluamën shumë ish deputet, në 70 deputet sot janë pikërisht aty kanë dashur me u bë protagonista. Kanë dashur me dalë në ekran me thonë na jemi pak më ndryshe, jo çakuri, dilshim me bë probleme atje sa edhe kjo e ka dëmtuar LDK-n. Edhe mendoj që sot nuk bën me bë gjëra të tilla, mendoj që kritika duhet me mbet aty. Edhe me pas mes veti keq kuptime, po megjithatë në fund i kum thonë edhe aty i kum thonë që unë ju përkrahi në veprimet që i bën edhe që veprosin shumica e grupit parlamentar. Një ministri e caktuar ta zëm diçka që lidhet me zhvillimin, me inovacionin, me çdo qoftë. A do t'ju bënte juve më të lumtur si pjesë të një qeverisje të përbashkët LDK vetëvendosje? Pra një pozitë për juve, personalisht, pra një pozitë ministrore, si me thonë, ajo kishë shëru këtë zemrën për fat keq jo, unë kur kom hy aty me luftu, kur po thëmë me luftu për elektorat, se po të ngëmëran, kom dasht populli me madhon këtë fuqi, se është punë bukur fisnike me qenë deputet për menimin tem, se është vetëmja punë në Kosovë që të zgjedh populli, ta jep përgjithësinë kryetarin e komunës dhe deputeti. Edhe deputeti. Na thot që ku e ki besimin edhe shkopun atash për neve. Teknikisht ashtu i vjen. Po është edhe këto degradu shumë pozita. Është degradu, po megjithatë unë s'po du me degradu, me ne që është pozitë e rëndësishme, pozitë e mire, pozitë bujare shumë. Tash është degradu ndoshta pak, po kjo është mëhabet tjetër. Nuk kom hyrë politikun e me marrë pozita, unë kom qenë që 15 vjet në pozitë, në kuptimin e kom ndërtu një kompani, jam pranari i kompanisë, kom qenë drejtar, kom qenë ligjerues fakultet, kom qenë kryetari i bordit shoqatës, cillonën e përfaqësoj i kom fitu vetë pozitat vabe. Kur s'kam s'ma ka fal dikush një pozitë, kur njët s'ma ka fal. Krejt pozitat njët që i kom fitu me njerëz, me punë, me angazhim. Pozita e ministrit ose zavendës ministrit dhe dhëhesi diçkafit është diçka që duhet me zgjedh partia, njerëzit adekuat dhe pastaj duhet me diskutu, nuk më lënë ajfar përshtypje. Nuk është bash let me kritiku kaq shumë një qeveri, edhe një kryeministër, ish kryeministër, tash deputet Kurtin, edhe me dalë mu bo ministër i tij ose i qeverisë së tij. Nuk është e lehta e përkërkon. Kushdo që mendon që është e lehtë, po gabohet se duhesh mu përbi shumë, që me hongër shumë zallë me bosane. Po unë mendoj që është mirë me ditë çapo don, me dash mi shty proceset përpara, me dash vendin ton, me ditë a din mi shty ato proceset, me a ditë vetes si me thon kapacitete se këtu do na pak te kalohen. Edhe pastaj përzgjedhja këtyre pozitave për mendimin tim i takon partisë dhe duhet me qenë persona adekuat, s'do me thonë me qenë unë. Në Kosovë ka njerëz që nuk janë politik hiç, edhe që din me bëj që të punën e teknologjisë, ndoshta edhe më mirë se unë, kështu që nuk kisha pas kurrë kundër dhe ata me u zgjedh, qoftë. Po kjo mbetet pastaj me u vendos, nuk kom jetë hatri nëse hym në qeveri, po në anën tjetër nuk është që kom e luftu për diçka të tillë, në ata që kom luftu e kom rri. LDK-ja po negocion për president. Pra, po deklarohen të dy liderët, edhe Zoti Kurti edhe Abdi Xhiku, që po flasin për kriteret që duhet t'i plotësoj një kandidat apo një president i ardhshëm i Republikës Kosovës. A keni ju kritere, Zoti Armal, për një figurë i cili duhet jetë president, qoftë edhe nëse nuk keni në koalicion me Lëvizjen? Unë mendoj që i kam kriteret që i ka çdo qytetar i Kosovës, që i personi ish dasht me qenë person përbashkues. Mendoj që këtu kemi pas probleme pak në të kaluarën. Një person i cili e çmon të kaluamën e Kosovës, nuk e shef që Kosova është shkatërruar për vite edhe si thej ke Zoti Kurti ka qenë podrom, apo? Mendoj që presidenti duhet më kuptoj që Kosova s'ka qenë podrom. Kosova në fakt ka qenë robrume dhe shkatrume përpara, është ndërtu për këto nëse. Si ti përmend këto argumente, natyrisht kjo i përjashton dikon te vetëvendosës, se ata mendojnë kështu, si po çdo është teknikisht, sepse ata vërtet e kanë betonizuar veten këtë që po i thojnë 50%, po gjithçka anën e kundërt të shohin si të zezë, të keqe. Kisha pasur që me qenë një person që çmon luftën, vlerat e luftës, që është një person që çmon diversitetin religjioz Kosovë edhe gjëra të tilla, po këto nuk bojnë më ndryshe se mendoj çdo njeri normal në Kosovë. Po një person që edhe normalisht mendoj që ka ardhur koha që një person i tillë në Kosovë më qenë një person i cili pak din edhe çfarë ndodh në botë, sepse ka më marr pjesë në për konferenca, ka më marr pjesë në për
prezentime të ndryshme. Unë mendoj që duhet me qenë një person, kisha pas qef me qenë një gru që din me folë për teknologji, për AI, për robotik, për machine learning, për blockchain, ka besoj njerëz të tillë. Nuk ka nevojë me qenë një person. Kush është ai? Nuk e di për besë. Sigurisht në kokën tuaj ka një emër të caktuar i cili mund, që nëse më kishe pyet mua, them Gresa Caka, për shembull, ish kryetari i gjykatës kushtetuese. Unë nuk kam njohuri me Gresën, po unë kisha pas qef me qenë një person, tash ku me t'inglu shumë banal, po një Mira Murati që ka përvoj pak politike ose njohuri politike edhe dën me u marrë me qatë punë. Domthon, një person i cili mundet me hap dyrë dhe me u taku edhe me Elon Musk, edhe me Bill Gates, se në po jo Necmettin Svahiu, për shembull, që propozon veten, apo jo figura që po përmenden, qoftë Veton Surroj, qoftë... Jo, sepse tash, prapë po them, unë këtu jam subjektiv. Unë jetoj me një botë digjitale, për shkak se edhe jam inxhinier, po edhe e du që të botem. Po edhe jashtë subjektivitetit tem, bota ka ndru në 10 vitet e fundit, edhe ka me ndru edhe ma shumë në 10 vitet e ashme. Nëse na nuk dina me qenë një hap pak ma herë, tashme që persona që na përfatsojnë botë, hynë për takime me njerëz me influencë në botë. Sot njerëzit me influencë në botë janë Sam Altman i ChatGPT-s, njerëzit me influencë në botë janë njerëz që shumicën e pareve të botës se investojnë në data qendra, në Nvidia, në qipa, e duhet me qenë persona të tillë që na përfatsojnë. Na jemi të folë për do figura, për president, nuk di, disa njerëz të moshës 70+, me gjithë respektin ndaj kontributit të tyne në Kosovë, unë mendoj që ata kanë dhënë mjaft për Kosovën, edhe Kosova në një pjesës tyne ju ka dhënë mjaft. Çfarë s'ka mujt me ju dhënë. Ish dash na me gjetë një person, po e them kështu kushtimisht një Mira Murati, e cila kishte me qenë një simbol interesant i Kosovës së tardhmes, e jo Kosovës së të kalumës. Nuk e di pse nuk po mujna me bisedu për ftyra të tilla. Një person që shkon në cilën do konferencë, po jo vetëm teknologjisë, po të inovacionit. Se inovacioni nuk është vetëm teknologji, inovacioni është edhe në bujqësi, inovacion ka edhe në mjekësi, inovacion ka edhe në ekonomi, edhe mundet me tregu për një Kosovë 3, se na problemet thelbësore nuk i kena sot në ato qumshtat që jep ke vetëvendosja në shkollat këtu, kur japshin qumshtat dhe kifle. Po. Na për një moment caktum, tu nis prej meje, që sot do më vjen turp, kemi besu që artësimi në Prishtinë rregullohet me qumshtat dhe me kifle. Domethënë na ishin të fundit në pisa, nxënësat e tonë nuk kuptojshin, nuk mësojshin, nuk ishin kushte për me shku në arsim tërditor. Ama kifle kish? Ama kishin kifle dhe kanë shishe me qumsh. Dhe besoj e ti që kështu ndrejsh. Dhe unë kom besu, unë e kom qenë qajnaje, dhe unë e pranoj, sepse pa e pranu t'i gabimet, kur s'mon është me ndru, kur s'mon është me, se me thonë, nuk mund është me jetu të njetën me thonë, jo bre, po ata e kam po, jo bre, kom gabu, i kom besu edhe kom gabu që i kom besu. Nëse na 3 vjet e kena prit, vetë vendosen me shitat që shtatshin e Isa Musa, të kujtohet, 3 vjet nuk kanë mujt me shit një kerë, pa të meta i keri me një garazh, edhe na mendojshim që këta e rregullojnë qytetin. Veç para mendosë naiv kemi qenë. Njëjtë si sot, do më thonë, na e shohim që 4 vjet nuk mujnë me bo një teatr, aty në teatr du të me qitë tulla, qa është aja që qesin për mi qëra, qaj qëtë bloka edhe me ly, nuk është aty blockchain, nuk nevojitet me programu, nuk nevojitet me bo, ku dijo në najfar rocket science që thonë. Këta tulla, bloka, qëment nuk janë gjende me qitë. Edhe tash na me thonë, jo bre se pjadhojna shansën se Albini ka 16 euro s'ka vjedh, po bre po tulla bre s'po qesin. Nëse të kujtohet në autosada aty në dhej pa të mbi lulet pa të mbi, ashtu se 3 vjet dikur fillojnë edhe thirrat me dal. Njerëzit mbyteshin, edhe nuk shkruan kërkosh për këtë punë as nuk merret, edhe tash na thonë pjadhojna shansën edhe një herë, se Albini o baba. Ju keni qenë hera e dytë që zgjidhni deputet. Herën e parë sa muaj zgjati? 3 muaj. 3 muaj deputet, pa e përfundu asnjëherë një mandat. Ndërkohë tash ka 2-3 muaj që jeni deputet, por ju nuk e ushtroni funksionin e deputetit. Dhe juve ja ka marrë peng Albin Kurti mandatin e juaj, Erman. Po, e vërtet e ka ndalu procesin ma... Ju merr një rrogë, duhet me pranu, ju deputet, ju ecë rroga, ndërkohë nuk mundi me ushtru funksionin e juaj si deputet, sepse një person ja ka marrë mandatin e juaj. Atëherë,
sjellje duhet me pas LDK-ja në raport me këtë peng marrës, përveç që ka marrë shtetin peng, ja ka marrë mandatin juve, prapë ju prek edhe juve direkt, përveç shtetit. Si ka mundësi që LDK-ja sillet kështu kaq normalisht me këtë njeri, me shpresë se mos po gjinet ndaj zgjidhje? LDK-ja sillet normalisht. Nuk është pak këto jashtë mendimeve të mia personale që i kam për këtë punë. Prap, megjithatë e përkrahi partinë në biseda, sepse unë mendoj që LDK-ja sillet normalisht me institucionet e Kosovës, edhe kjo është vlera e LDK-s. Pa marrë parasysh çka mendoj unë për qeverisjen Kurti, partia, LDK-ja, është një parti që 30 vjet edhe nuk mundet ajo me u marrë me problemin momental, ose me ego, ose me... Unë menoj që duhet me te kalu vetën edhe me shkum bisedime, edhe mirë ka bol zotja Begjiku që shkum bisedime. Me dalë protesta si PDK-ja dhe Alianca. Nuk për jo thëmë një qëtë e tjilë. Por Ermal, a mundesh me më tregu kush ta ka marrë mandatin ty peng? Po, zoti Kurti me vetëvendosi. Po pra, dhe atëherë si mund t'jesh ti kaq i qetë? Po s'jam i qetë, pikërisht arsyeja pse unë nuk nalja. Nuk po më duket mjaftueshëm mu si një radikal kështu i kësaj pjesës tjetër. Ty ta ka marrë mandatin. Po çuça është është sikur me ardhi dikush me ma mbyll mu zyrën mos me mujt me hinë në punë bashkë me kolegët e mi. Veçore që është një gjë e bukur në LDK që mendoj që duhet me kuptu njerëzit. Përderisa LDK-ja edhe kryetari Abdixhiku shkon në bisedime, edhe ne e përkrahim edhe unë gjithashtu që ai shkon në bisedë edhe mundohet me gjetë zgjidhje. Mundohet me atë sa ka fuqi, me 18 vota që i kemi ne, me gjetë një zgjidhje sa që në fund thamë okej, vazhdo bën qeverinë se na e votojnë në nivel konsensual. Vetëm mos e blloko shtetin. Domthonë, po e te kalon edhe vetën që ka me na dëmtu elektoralisht, vetëm që me mbrojt institucionin, edhe me mbrojt qatë pak kushtetut sa kalon me mbrojt, megjithatë unë sot flas, kritikoj, dal në televizion, shkruaj në media, edhe mu askush i LDK-s nuk më thot ndalo mos e bën këtë punë. Jo nuk më thojnë kuptimin që LDK-ja, që kjo vlera LDK-s, nuk t'imponohet me ndim. Unë jam i sigurt që me pas qenë me naj parti tjetër, nuk isha mujt me dalë lirshëm me folë të ty keq çka i kam në trunin tam, edhe në shpirtin tam. Është pa mundë. Kur kom hym politikëve, vërtet kom pas oferta pi krejt partive. Mas pari kom pas oferta pi vetëvendosjes. Kom refuzu atëherë, i kom refuzu këto tjerat, e kom zgjedh partinë më normale në Kosovë që i ka ndoshta plot probleme, me të cilat pajtohemi në te, mas kamerave nështë të pajtohemi më shumë, po megjithatë, prap mendoj, sinqerisht mendoj që partia më normale në Kosovë. Ka probleme në LDK të cilat kanë betë pri viteve, ka pas probleme edhe ndarje dhe mendime ndryshme edhe para luftës, edhe në 88-ën ka qenë një rast Iran, edhe pastaj ndarja me LDT, edhe pastaj largimi i Vjosës. Por nëse një ri kish dasht me votu për një parti normale, e cila nuk i dëmton bizneset, e cila nuk i dëmton aleancat, e cila nuk i dëmton institucionet e Kosovës, LDK-ja ish dasht me kon zgjidhja e parë. Sigurisht. Ish dasht me qenë zgjidhja e parë. E mu kjo më dhem edhe kjo më jep një farë mlefi të brendshëm që them pse s'po dina na me përçu që të vërtet, se kjo është e vërtet, pse s'po dina me përçu të votuesi. Mos na shta votuesi nuk po lyp diçka të tillë. Na shta votuesi nuk po dani parti që i mbron institucionet, sepse na këta kur e shkelin kushtetutën, tash mujnë e kalum, edhe po thojnë nuk e runë, nuk ka pasoja, përshke ish dasht pasoja më konë fundamentale në elektorat, që këto ish dasht më konë pasoja. Pasoja e shkeljes e kushtetutës ma e rona, nuk është burgu edhe nuk është kudion e diçka, kush është pasoja, ish dasht me qenë. Elektorati, vota ish dasht me thonë, fal, po ma ke shkel kushtetutën e venit tem, për cilin u derë qake, u djerse, u punu, unë e ty nuk të votaj ma. Dhe ju nuk bëne kur gjo si LDK, e leni me shkel. Po sepse unë jam i sigur që populli ka me dëmtu, populli ka me luftu. Pe presin popullin. Po në dëgjëm, unë e besojnë që të popull, me gjithë pak vota që unë edhe partia jem kena marrë. Unë mendoj respektin për këtë popull. Unë nuk e kom humbur respektin për popullin, mendoj që populli ka qenë i frustruar për një kohë gjatë. Unë mendoj që partitë në të kaluamën kanë punu për këtë shtet, por nuk kanë komunikuar boll me popullin, janë distancuar pak prej tij. Unë mendoj që vetëvendosja është ushqyer në çet frustrim,
Një popull që ta mush kuvendin me budallen, qysh me respektu ato? Po nëse cilin popull mendoj që ka njerëz cilët janë Ti marrin analfabet, ti marrin 70.000 vota ty në kuvend. Janë 70.000 njerëz që quhen me nxes, si hipin veturës edhe shkojnë ta zonë me votu, s'po i përmeni me emra, apo dikush që nuk din shkrim lexim. E vërtet është e dhimbshme. Është e dhimbshme. Atëherë se mund shpresosh nëpërmjet këtij populli mund të ndryshohet. Po megjithatë edhe Universiteti Virgjinës së Shqipërisë në 1970, jemi diku 200 vjet mas universiteteve të rajonit. Natyrisht, shkollat fillore janë hap për degradimi ka ndodhur mas luftës dytë botërore, sepse kuvendi i Kosovës më herët ka qenë kogja figura me profesora, me doktora, me mjekë, E vërtet, ka qenë kuvend pak më i ngritur në aspektet akademike. Por tash është bo një farë demokratizimi të menduarit, me thonë ashtu me rrjetet sociale, jo të menduarit, për të shprehunit. Përpara me dalë me... Kohë tiktokera është, me thonë. Kohë tiktokera është bashkë, tash mundet se njeri me një kamerë me dalë me dhoni mendim, edhe për fat keq me një mediokritet të menduarit, ajo vlenë mas shumë të ndoshta një intelektual nuk din as mu shpreh mirë, nuk din me folë. Jemi ka fundi Ermal se gjysmore veç në shkune, po përpisim emisionin me pas sa ma kompakt kështu, po një dy çështje kisha dashur me i diskutu me juve. A besoni se ka krijim të institucioneve apo mundësi më të mëdha për shkruarjen e zgjedhje? Interpretimet e ndryshme ka edhe nga LDK-ja. Arben Gashi këtu më ka thënë se zoti Kurti synon 27 dhjetorin për ta çuar vendin në zgjedhje. Intuita juaj edhe informacioni se ka po shkojnë negociatat me LDK-n, çfarë thotë? Përbes nuk kam shumë informata për negociata, pas atyne që na tregon zoti Abdixhiku, cilët unë i besoj për informatat që na jep. Unë po e shoh këtë sem pak, po mundohen ashtu me u tërhiq në kuadër, nëse më shpreh ashtu, edhe me e pa prej distancës. Nëse ne shkojmë në zgjedhje, prap, i vetmi person që del fitues pikë kësajna, pikë kozgjatjes së këtij procesi është zoti Kurti edhe vetëvendosja. Këta vazhdojnë me met kryeministra në detyrë, me i marrë rrogat, me i pas gjipat, me i pas shpenzimet e kryme, edhe me vazhdu procesi i tyne, edhe me pas buxhetin dorë. Kështu që atyre i konvenon mas shumëti që kjo përsëritja e vazhdueshme e zgjedhjeve, sepse janë pa kontroll, pa mbikëqyrje. Pa mbikëqyrje, s'ka komisione parlamentare, kuvendi s'punon, institucionet i kanë ashtu kështu të kapta, tash veç kanë vazhdu do ku i kanë me i kap. Kështu që unë mendoj që qëllimi i tij ka qenë këto zgjedhje dhe po vazhdon me qenë zgjedhjet. Se në këtë mënyrë sundon, apo jo? Se në këtë mënyrë sundon pa kontroll. Për ndryshe, nëse kemi kontroll, kemi një kuvend, janë komisione që punojnë, pastaj mund me dalë pak më shumë mu pa pak skandalit. Unë tash për shembull nuk muj as me dërgu një email me një institucion ku t'ju në ndogana, edhe me thonë mi jep dhanat pse nafta është u bë 1.80 kur në Berz nuk është të urrit. Po du me ditë, po du me tregu popullit pse është ndodhur kjo. Por nuk kam qasje. Ti shakon mrena në kuvend me një komision, unë kisha thonë udhëhecit komisionit, dërgoj një email ndogana ata në sekond do të mja çu dhanat. Çka është ndodhur? Diçka nuk është në rregull të ndodhur pse nafta ka shkuar 1.80 në Berz nuk është të lëviz. Ndoshta është gjithçka në rregull. Po spaku do të më ditë. Gjana të tilla që po më kujtohen, mas shumë ti i konvenojnë këtij. Kështu që kjo më shtin me dyshu që do zgjedhë. Që ky ka më na dërguar zgjedhje, por ka më na dërguar zgjedhje në momentet që këtij i konvenon sepse në zgjedhjet e kaluara i ka humbur përmbi 100.000 votues. E vetëm mënyrë me i kthy një pjesë të këtyre 100.000 votuesve ose spaku mos me vazhdu këtë trendin e humbjes së votuesve është me na dërguar me një ditë feste, sepse 27 dhjetori njerëzit po harrojnë, nuk është problemi veç i artës së diasporës. Problemi është edhe largimit të popullit të Kosovës prej Kosovës që shkojnë pushime, është pushimet e fëmijëve. Ne që kemi fëmijë e dim që është moment që një pjesë e madhe dali me shëtit, me të drejtë të tyne. Populli nuk na ka neve bërgj që s'po mujna me u marrë vesh. Edhe herën e kaluar në dhjetor, nëse dhjetor kanë shku dikon rreth 45.000 njerëz prej Kosovës. Trupi i madh elektorat është ajo. 90.000 të regjistruar nëpërmjet agjencive. Që s'kan qenë këtu fare. Po, që kanë shku. Edhe që kanë ardhur 200.000. Dhe tu kanë ndrru ty absolutisht. Tash ky e ka kriju një bastion të madh në diasporë përmes manipulimeve të vazhdueshme, përmes TikTokut, përmes informatave, dezinformata. Mos harrojmë ministrat e qeverisë Kurti bojnë udhëtime zyrtare në diasporë, teknikisht po them kështu kushtimisht zyrtare, po shkojnë për me manipulu një pjesë e madhe. Një pjesë e madhe shkojnë atje me udhëtime kinse zyrtare, gjithçka kanë të paguame, edhe takuan me, e keni pa gjatë fushatës që i bojnë, takuan me elektoratet e vete,
rrejnë diçka, të manipulojnë diçka dhe kthehen në Kosovë dhe pastaj diaspora po voton 80%. Kjo është thelbi pse unë po mendoj që ka më na dërguar zgjedhje me 27 dhjetor. Shpresoj që jo. Kushtetutshmërisht nuk mundet, sepse i duhet dovar matematikash dhe nuk lejohet, duhet mu konstituu institucionet ma herët. Po i zdosh, po si boni ato e theu, ai e shkeli kushtetutën për me mujt me i shty zgjedhjen dhjetor. Si do ta gjente LDK-n një proces i ri elektoral. Me një kryetar të kontestuar, ndonë se u rikonfirmua si kryetar, me një mbështetje të brendshme, jo shumë të madhe për zotin Abdi Gjiku, pra ai luftohet, kontestohet edhe publikisht nga figurat të caktuara të LDK-s, të cilat kanë pesh, dhe me një ardhje të Vjosa Osmanit aty, që për një pjesë madhe të LDK-s konsiderohet si ai kali Trojes nga vetëvendosi që hyn në LDK. Pra të gjitha këto pak sa mujta me i përmbledh, si do ta gjente LDK një proces i ri elektoral. Mos do të ishte fundi i LDK-s. Nuk besoj që është fundi i LDK-s. LDK-ja i ka te kalu disa procese shumë të rana dhe në kalume dhe kur e njofton elektoratin LDK-s VBSH se vërteta e parti nuk ka më ushu, se është parti që njerëz ka shumë njerëz, mbi 100.000 njerëz Kosovë që dojnë LDK-n pa marrë parasysh asnjë interesi personal, sepse kanë votu që 30 vjet. Kur hajër nuk i kanë pa kësaj pune, edhe njoftoj shumë njerëz të tillë, po e dojnë çka përfaqëson LDK-ja. Pikërisht kjo qetësia, mbrojtja e institucioneve, ndërtimi i aleancave, është njerëz që i shtyn me dalë me votu për LDK-n. Edhe mendoj që këta kanë me dalë prapë edhe nëse 7 dhjetor, edhe nëse bën më herët ose më vonë. Problemi është që një pjesë e madhe tjetër e popullit na s'kemi mri me komuniku me ta. Edhe kemi hub votën e tyne, ose ndoshta pse s'kemi qenë qartë kanë herë jemi dëmtuar në elektorat se LDK-ja, sidomos këtë vitin e fundit, po e merr përsi për një barë të cilën elektorati nuk po ja jep. Elektorati nuk pi thot ti dush mi formua dhe mi mbrojt institucionet. Po pra. LDK-ja po shkon pja çet vetes këtë barë. Pse? Se LDK, ndoshta apo DK-ja se ka që të barë, po LDK-ja e ka. Ti shkon e merr barën për mi shtëpi, edhe shkon bisedon me Kurtin se thu do të mi mbrojt institucionet. Po, kjo ta jep historia LDK. Në zgjedhjet e fundit elektorati tha qeverisët veç Albin Kurti, ju shkoni në opozit. Me numër të votat që ka. E vërtet. Ashtu ka thonë. Atëherë çfarë bëtoni? Edhe kemi shkuar në opozit. Kemi shkuar, na ka thonë elektorati. Spiulen zoti Kurti as në opozit. Jo, problemi është që zoti Kurti edhe pse e ka nën kontroll qeverinë dhe parlamentin, ai e ka bllokuar tash edhe opozitën e presidentit, të cilën nuk ja ka dhënë elektorati. Po. Edhe na jemi mundu me bisedu me to, me thonë, nuk na takon neve, po s'takon as ty. Jemi mundu me gjetë një mundësi që me mujtë balancën, me thonë, masi e ki qeverinë edhe kuvendin, të caktojmë një president, i cili e mbron qëtë balancë politike, edhe kjo mas miri, në momentet të tanishme, kështë qenë me qenë i një partisë politike, një person politik, i cili e runë qëtë balancë, nështë ta kështë me qenë i PDK-s, po nuk dashtë, nuk mujtë më marrë vesh, nështë ta i AK-s, nuk mujtë më marrë vesh, nështë ta i LDK-s, po s'po ka mundësi me më marrë vesh. Tash kemi thonë, okej, edhe këto e kemi te i kaluna, na e kemi te i kalu të partë, edhe kemi thonë, okej, tash hajde e gjemë një konsensual. Veç mos me bloku institucionin, mos me shkel kushtetutën. Po edhe kjo nuk po shlive që s'po krymë punë. Pyetja e fundit normal për ju. Keni rreth një vjet që jeni aktiv në politikë, plus minus. 7 muaj. Po. Nëse shkohet edhe një proces të ri elektoral, i bie që brenda një viti ju 3 herë të kandidoni për mandatin e deputetit dhe ndërkohë asnjëherë se keni ushtruar mandatin e deputetit për çka ju ka votu populli. E vërtet? A do të kandidoni sërish? Nuk e di. Për bes nuk e di. Në kum kandidu herën e dytë bukur kështu me një farë droje, po jo veç droje të votave, një farë droje se çka me i thonë popullit, për çka po dalë me i thonë, a më votëm prapë, sa i thotë votum 10 orë për Ermal Adin, pse tash prapë. E tash me i thonë edhe një herë, apo votoni për mu, se unë po du me digitalizu vendin, me pas investimet huja, me regullu do procese, me automatizu, o pak problem. Po dhe se 2 herë s'ke mujt me ushtru fare. E vërtet, unë s'ke mujt as me u tregu, ndoshta edhe nuk jam deputet i mirë. Se kum pas atë mundësin me tregu vetëm as për mirë, as për keq deri tash. I kum pas disa fjalime, po kjo ka qenë kaq për atë kohë shkurt. Po punën si deputet nuk kum mujt me e tregu. Nuk e dija, do të kandidoj, po në një gjatë, du me thonë që pozita e me deputetit është shumë ma pak e rëndësishme
se mundësia jonë për mja zvoglu pushtetin Kurtit, sepse zvëglimi i pushtetit të Kurtit është i mirë për shtetin e Kosovës. Për demokracinë, edhe për demokracinë edhe për funksionimin e shtetit. Kështu që pa marrë parasysh as zgjedhna, nuk zgjedhna unë deputet, ajo ma nuk jam, unë kisha dasht, sepse menoj që është mirë për Kosovë, që pushteti i Kurtit mos zvoglu. Pse? Se e kom pa vetë, e kom përjetu që ka ndodhur për 6 vjetë. Ka qenë pushtet i dopt, ka qenë qeverisje, ka pas keqpërdorime, punësime, jo të mira, autokraci, sulme ndaj medjave, probleme me aleanca ndërkombëtare, probleme të tmerrshme me energji elektrike, shpenzimi i parave publike para zgjedhjeve, inxhiniering i zgjedhjeve, polarizimi i madh i shoqërisë, tash gjithë ditën mujna me fol për këtë. Teknikisht është dashna spaku ata është dashme fol për projekte. Ti e dini që janë gjendje 2-3 projekte me i përmend. Që kjo për mua është thelbi, nuk është personale. Unë kur nuk kam dalë televizion me dalë me thonë Albin Serbia, as me dalë me thonë tradhtar, as me dalë me thonë është njeri Rusi. Kur si kam thonë këtë sana? Unë sinqerisht besoj që nuk po din me qeverisë. Do të thonë besoj që nuk janë të qeverisë mirë. Për çata dhe dal foli. Nuk e kam unë personale me të që thëm e shën rrugë edhe me gjujt me vozë e diçka, unë nuk e ka di me qeverisje, tu na marrën qafë me shtet. Këtu unë kam thelbin, po unë këta nuk kam qa me i thonë Kurtit, unë po do të mi thonë popullit që për votojnë. Unë me to nuk merrna, nuk ish dash me u marrë. A i kam rri me manipulu 50% popullit me votu për ta. Unë do të me dalë mi thonë aty në gabimin i të vo. Gabim për shkak, për hatër të fëmijëve të juve, të shtetit Kosovës, të armës të venit, doni me ndru këtë qasë se e keni gabim, po do të mi tregu me fakte, me argumente, me të vërtet, edhe me pas pa kohë. Brenda një muaj që nuk po ja vle juve kohën me ushtru funksionin. Pikërisht, nuk mundesh ti një diçka që e ka ndërtuar për 30 vjet, nuk mundesh ti me shku me ti nuk mu ka dash jamaj vetes i shkolluar, i dijshëm, e kom studiu jashtë, këtë prap mu ka dash kiflen edhe qumshtin pak vite me kuptu që ka qenë populizëm. Disa e kanë kuptu ma shpejt se unë, disa nuk e kanë kuptu ende. Por disa e kanë luftuar. Disa e kanë luftuar kiflet qumsht, sepse populizmi është shumë rrezik me luftu. Sidomos kur jemi politik se të dëmton elektoralisht. E ti ton kohën do është jetë të mendu për si me erujt karrierën tënde, e kur kur fol kështu si one antipopuliste, sa ka ton elektorat pastaj. So unë kur dal them nuk do të më dhon kësi paketa para zgjedhjeve, populist voton thotë minol shtesat, minol kanë 100 euro. Studenti po më thotë mu ju s'ta keni dhon kur gjë, kë po na jap 100 euro. E unë do të më thonë po unë po du me au rregullu bra arsimin, e konviktet, e shkollimin, e me bo universitetin ma të mirë, e mi au rrit bugjetin për universitet, që s'u rrit gati kur, ose u rrit ekstrem ullt në raport me GDP, a i thotë po mi jap 100 euro. Sigurisht. Normal, të falenderoj që erdhe, atësi si gjithmonë me bisedu me ty. Shihemi edhe në fushat, besoj në vjetor. Po, shpresoj mas 4 viteve, po ta shoh. Mirë që më shnet, mirë pash.